filmi është më tërheqës, më dembel në shijimin në argëtim. Leximi dhe filmi kanë aspektin themi argëtues, aspektin identifikues emocional dhe edukues, po themi. Në këto aspekte filmi është më tërheqës, sepse është më pasiv, ulesh aty dhe nuk libri është më interaktiv. Në libër ti e gjen më kollaj veten. Jo, më lejon më shumë fantazi. Krijon më shumë fantazi, e identifikon më lehtë veten me ngjarjet. Puna është ta përfshish emocionalisht gjatë leximit njeriu. Pra të gjej ai, nëse ai bie në dashuri në roman, lexon një roman dashurie, krahasoj veten tënde kur ke rënë dashuri, çfarë emocionesh, sa të ngjashme, sa si ke një moment poshtërimi, krahasoj veten kur e ke ndier veten të poshtëruar dhe lexoj një roman veten tënde, pra po su përfshive emocionalisht, libri bëhet pasiv, pastaj ngelet vetëm në sipërfaqe. Në raport me kineman, libri është natyrisht më i thellë, po është me ekranin. Filmi është më argëtues në kuptimin e parë të fjalës. Jo, është qëndrimi aty, është qëndrimi i historisë dhe stafit vet. Dhe njeriu preferon rrugën më të lehtë, sot është i lodhur gjatë gjithë ditës, sot më lehtë e kam të shoh një film dark se sa të lexoj një libër